një fjalë rasti. Ju falenderoj për nominimin që natyrisht është nder, por është edhe përgjegjësi e madhe. Është një detyrim historik ky që kam ndaj jush, është një detyrim që ne kemi ndaj gjithë kombit shqiptar dhe ndaj Republikës sonë. Këtë detyrë do ta përmbushim e s'na ndal dot askush, sepse syt veshët mendjen zemrën i kemi të përqendruar te qëllimi ynë më sublim për parimi i kombit tonë. Pa mbështetjen tuaj të qëndrueshme dhe masive nga çdo fshat, nga çdo qytet, nga çdo lagje, nga çdo familje, nga brenda vendit e nga diaspora, ne nuk do të mundeshim të kapërcenim vështirësitë e mëdha shoqërore e historike të cilat janë paraqitur në të shkuarën tonë. Por me ndihmën tuaj, me bashkëpunim, me bashkëveprim të sinqert me gjithë ju, me sakrificë e me punë, pa u lodhur asnjëherë, jam i sigurt se ne do të kalojmë çdo pengesë, çdo sfidë përfshi këtu, edhe këto vështirësi disi absurde që po na paraqiten në të tashmen, dhe çdo pengesë e sfidë që mbase nuk do të na mungojnë as në të ardhmen. Jemi në një tjetër fushat, në prag të saj formalisht, në një tjetër ballafaqim me të kaluarën përmbajtësisht, që nuk do të vdes kurrë, siç duket, pa u përpjekur edhe një herë të na marr frymën. Por ja që ne jemi këtu të pathyer më të fortë se kurrë, me duar të pastra e me ballë të hapur. Jemi sot saktësisht 29 ditë larg 7 qershorit, pra nesër 4 javë janë zgjedhjet e reja e të jashtëzakonshme, të cilat vijnë më pak se 5 muaj pas zgjedhjeve të kaluara ku ne shënuam 51% të votave. E ato vinin 10 muaj pas zgjedhjeve ku ne fituam 42% të votave. Prej shkurtit drejt dhjetor, pra në vitin e kaluar u rritëm për 9%. E nëse rritemi po aq prej dhjetorit drejt qershor, atëherë vërtet do të mund prekim më 60%. Nëse punojmë ashtu siç veç ne dim, ashtu siç e kërkon situata, me sinqeritet dhe përkushtim, edhe kjo padyshim që është e mundur. Sa herë po na bllokojnë, ne po rritemi e ata po marrin përgjigje edhe më të fortë nga populli. Megjithë këto, unë jam i mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera të reja kaq shpejt. Duket sikur dikush, mase ndonjë strateg që rre nga hije që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh meqense përballë nesh kemi një opozitë që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Ata mendojnë se duke bllokuar zgjedhjen e presidentit do ta bllokojnë vullnetin popullor. Por jeta nuk bllokohet me procedura dhe vullneti i popullit është i gjallë. Vullneti i popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzoj dikush, është forcë e historisë që na shpije pandalshëm përpara. Të nderuar pjesëmarrës të Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri flet për qiriun që tretet vetë për të bërë dritë. Pra për të bërë atë dritë e cila na mundson të shohim e të njohim njëri tjetrin, cili vërtet e do vendin dhe popullin ton, e cili do thjesht pasuri e fitim për veten e vet. Drita është ajo që na bën natën ditë, dhe drita jonë, drita e vetëvendosjes, buron nga e vërteta e thjesht se ne nuk i takojmë pushtetit, por pushteti i takon popullit.
Shpesh na akuzojnë se jemi teorik, por shifrat e shtetit janë poezia më kokëfort e realitetit tonë. Ja një shifre këtil. Kur ne erdhëm pushtet, ishin 10 terminale doganore private, sot të gjitha terminalet doganore janë shtetërore. E pra, kjo shifër kaq faktike, kaq e thjeshtë dhe e kuptueshme, na shpjegon se pse janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur millin pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kursesi tek ai që vjedh. Sot ne kemi një ekonomi që prodhon vlerë, nga 7 miliardë euro sa ishte bruto produkti vendor kur ne morëm detyrën, po e prekum 12 miliardë tani. Kjo nuk është rritje në letër, është rritje në tavolinat e bukës, është rritje e mirëqenies dhe mundësive, është rritje e investimeve dhe e fitimeve. Edhe para nesh dikush fliste për rritje, pra ishte rritje e vogël e për pak njerëz. Ne e bëm rritje për të gjithë, mesatarisht 6% bruto produktit vendor çdo vit, e si vjet gjithashtu do ta kemi rreth 4% sikurse në vitin e kaluar. Shifrat tona janë pra fytyra e dinjitetit të ri të Kosovës për Kosovën. E kemi rritur edhe buxhetin e Republikës për 2/3, nga 2.4 miliardë sa e gjetëm, si vjet është 4 miliardë euro. Ata që dikur vëllnin në gjithë shka, nga asfalti deri te shkollat, sot çuditën se si mund bëhet punë pa vjedhur. Sekreti është i thjeshtë, e madje edhe publik, mjafton të punosh për zemrën e jo për xhepin, të planifikosh me tru e jo me bark. Kemi rritur pagën minimale nga 130 përkatësisht 170 euro sa pa të gjetur, në 425 euro sa është aktualisht dhe 500 euro siç do të bëhet prej një korrikut si vjet. Paga minimale 500 euro e patatueshme. Kush e do popullin, ja rrit të ardhurat atij, kush do pushtetin për vete, ja vjedh ato. Dhe jo vetëm që paga minimale do të jetë 500 euro e patatueshme për punëtorët, por edhe për bizneset, sidomos ato të vogla që duan të rriten. Kjo është një ndihmëse jashtëzakonshme për shkak se 6.000 euro të para do të jenë të patatueshme. Dikur ju e dini që na kërcënonin bondat, sot rendi dhe ligji janë në duart e sigurta të policisë e të ushtrisë sonë. Në veriun e Republikës sonë, rendi dhe ligji nuk janë mysafir të rrallë, po janë zot shtëpie. Nuk ka më të ashtu quajtura mbrojtje civile e brigadës të veriut, ka polici të Kosovës. Ata mund të bëjnë, qysh po bëjnë, postime nga kraleva e servisë, dhe vërtet është për të ardhur këtë që fqinji ynë verior i mbron, i strehon dhe i financon këta terroristë, ndër të cilët spikat Milan Radojčić, kryekriminali i sulmit terrorist në Banjsk. Sidoqoftë, me apo pa mbrojtjen e Serbisë, ata në Kosovë janë arrestuar e asgjësuar. Në Banjsk, policia e Kosovës sekuestroi nga terroristët 165 armë dhe sistem armësh, si dhe 63.083 municione, ku përfshihen granata, mina, eksploziv dhe predha. Përveç këtyre, në vitet 2021-2026, në veri të Kosovës, policia jonë ka kapur 611 armë të tjera dhe 17.765 municione. Pra, po ti mbledhësh këto, del se arsenalet e kapura kanë qenë të mjaftueshme për shumë qindra terroristë që do të kishin armatim dhe municione të bollshme për të bërë trazira e destabilitet në Kosovë. Ne mund të themi, bazuar në këto shifra, se përgjatë qeverisjes sonë të mirë, institucionet e rendit publik në vendin tonë kanë parandaluar një luftë të re, të cilën e kanë planifikuar dhe e kanë synuar ata që e urrejnë forcimin e Kosovës, ata që haptazi angazhohen me çdo mjet kundër stabilitetit, sigurisë e paqes në Kosovë, kundër qeverisë së Kosovës, kundër votuesit të Kosovës, i cili vazhdimisht po tregon që dëshiron qeverisjen e vetëvendosjes.
Në veri të vendit që përbën afër 1/6 e territorit, nuk ka më barrikada e struktura paralele, nuk ka më KPDI zullëmçare, kontrabandist, nuk ka më pika doganore që digjen, por ka kufi që mbrohen e ruhen, ka rend dhe qetësi publike. E pra, sovraniteti shtetëror nuk matet me deklarata televizive në Prishtinë, por me sigurinë e qytetarit në Leposavić, Zubin Potok, Zveçan, Mitrovic. Ne kemi shtrirë sundimin e ligjit, e kemi shtrirë shtetin tonë në gjithë territorin e Republikës, sepse e kemi dashur Republikën më shumë se rehatin tonë. Në veri, ku para vitit 2021 nuk kishte asnjë stacion policor, sot kemi 9 stacione rrotull kufirit që garantojnë sovranitetin e Republikës në çdo cep të territorit. Heroi ynë, Rreshteri Afrim Bunjaku, dha jetën për sovranitet shtetëror, integritet territorial, lavdi Afrim Bunjakut dhe lavdi çdo ushtari dhe polici që e ruan territorin dhe popullin tonë.